Sot jemi 35 vite pas një ngjarje të shënuar, ma e madhe ngjarje historike e kombit shqiptar gjatë këtij shekulli. Nuk gabojmë se e them një gjë të tillë, sepse të gjitha ngjarjet dhe historitë e kombit kanë vlerën dhe peshën e tyre. Ndërsa ajo kur një popull i tanë ngrihet në kam për t'u ndarë nga errësira e pemohimit dhe ateizmit, dhe vjen për të bashkuar të gjithë së bashku pa asnjë lloj dallimi, për lirinë e tyre, për lirinë e besimit të tyre, patjetër që ajo ngjarje dhe ajo ditë është më e shënuara ngjarje dhe ditë e historisë së kombit. Subhanallahu, kthehemi në vëmendjen tonë tash dhe themi, a ka për kuptim me thanë që Shqipëria është i vetmi vend ateist në botë? A ka për kuptim me thanë se nuk ka Zot? A ka për kuptim me lexu siç lexonim dhe vazhdojmë të lexojmë nëpërmjet arkivave? Çfarë votohej në shtypin e kohës para 67-s e sidomos pas 1967-s? Se ku është Zoti, tash që prishëm xhamit, e ku është Zoti kështu, e ku është Zoti ashtu? Dhe unë pyes sot nga mimberi i xhamisë së Plumit. Dhe jo asaj xhamisë së Plumit të 1990-s, por xhamisë së Plumit siç meriton të jetë një simbol i Islamit dhe i muslimanëve. Dhe një simbol i rimkadhjes islame në këtë vend, ku janë ata që flisnin dhe nxisnin kundër Zotit dhe kundër besimit, e për ateizmin, e për të kotën, ku janë? Ndërsa ne, ja ku jemi. Ndërsa fëmijët tanë, ja ku janë. Ndërsa fëmijët e nismëtarëve të hapjes së kësaj xhamie, ja ku janë. Sepse torça e besimit dhe udhëzimit trashëgohet brez pas brezi, dhe besimin në zemër nuk e hek askush. Ashtu sikur se thoshte Hafiz Ali Kraja, dhe këtë juva kam thënë disa herë, teksa i hiqnin mjekrën të kusht, a i thoshte këtë mjekër ju mund të hiqni, dërsa besimin në zemër nuk e hiqni dot. Kështu të dashur dhe shtrenjtë, haku është i përhershëm, nuk bie kurrë, ndërsa e kota, ajo që quhet el batil në Kur'anin famulart, është një mur i shtembër, i cili herët e vonë bie. Ashtu dhe shumë kotësime të cilat përballemi sot, që duket në pamje të parë se kanë një peshë të madhe, a ka një mur, a një shtyllë të fortë që i man në kam, herët e vonë do të bien, ndërsa të vërtetat e besimit, e të fesë, e të vërtetat e hakut, e të lirisë, e të drejtësisë, nuk bien kurrë, e do të triumfojnë për herë.